Tashmë ka përfunduar procesi i numërimit të gjitha flet votimeve nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Lëvizja Vetëvendosje ka marrë 51.11% të votave dhe do të ketë 57 ulëse në Kuvendin e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës 20.19% dhe do të ketë 22 ulëse. Lidhja Demokratike e Kosovës 13.23% apo 15 ulëse dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 5.5%, 6 ulëse. Partia Nisma Social-Demokrate nuk ka arritur të kaloj pragun prej 5%, ajo ka marrë 1.59% apo 15.184 vota, duke mbetur jashtë Kuvendit të Kosovës. Ndërsa komunitetet jo shumic nuk i nënshtrohen pragut prej 5%, ato ka 20 ulëse të garantuara në Kuvend. Tani pritet konstituimi i Kuvendit dhe formimi i qeverisë së re. Megjithatë, kryeministri në detyrë ka paralajmëruar se vendi mund të shkojë në zgjedhje të reja nëse nuk arrihet të zgjidhet presidenti apo të rizgjidhet presidentja.